Maqedonia do të marrë më tepër fonde dhe ndihmë teknike për ballafaqim me valën e migrantëve, por pasi të vlerësohen nevojat e vendit, kështu premtoi kryetari i Këshillit Evropian Donald Tusk pas takimit me presidentin Gjorgi Ivanov. Tusk theksoi se qëllimi i Bashkimit Evropian është ulja e numrit të migrantëve që janë mësuar në Evropës dhe jo vetëm lehtësimin e qarkullimit të tyre. Ne jemi të përgatitur të sigurojmë shumë më shumë jetë kur të kemi vlerësim për nevojat tuaja. Unë do të flas me vendet anëtare të Bashkimit Evropian për atë se çfarë mund të bëhet në këtë aspekt, që të sigurohemi se përkrahja jon për vendin tuaj dhe rajonin do të jetë në nivel me sfidat me të cilat përballeni. Presidenti Ivanov nga ana tjetër theksoi se përkundër premtimeve të shumta askush deri tani nuk ja ka zgjatur dorën Maqedonisë në ballafaqimin me krizën e migrantëve. Edhe përkundër premtimeve, Maqedonia nuk ka marrë asnjë ndihmë financiare apo teknike nga Bashkimi Evropian për sa i përket krizës së migrantëve dhe refugjatëve. Presim më tepër incidente në kufirin shtetëror për shkak të rritjes së përdorimit të rrugëve ilegale nga ana e migrantëve dhe refugjatët që nuk lihen të kalojnë dhe të cilët tentojnë të shmangen regjistrimin. Ivanov u ankua gjithashtu edhe për çastjen dhe sjelljen e Bashkimit Evropian ndaj Maqedonisë sa i përket procesit eurointegrues. Rasti i Maqedonisë sipas tij është shembulli më i mirë se si nuk duhet të sillet BE-ja ndaj vendeve kandidate për anëtarësim.